Unë që në fillim kam pas një problem me burrin tim. Neve në Shqipëri e dini juve që i vendosim emrat. Nuk ka emra kështu të bukur që e keni ju vlera edhe më tha mua haroje. Unë ndëroja që të bëja 2 vajza, edhe t'ja vendosja ju një kisha gjithë emrat, Stacy dhe Casey. Harroj, tha burim, që mund të vendosësh ndonjëherë emra, vetëm emra shqiptar dhe emrat e fëmijëve të mi janë Edon dhe Erblin, do me thënë i kanë emrat i kanë të bukur. Kjo ka qenë, do me thënë, burim e ka vendosur Vulën, e vendimarrjes që në fillim, që në start. Do me thënë, me vendosjen e emrave, ashtu qysh ka dashur ai, po normalisht edhe me përkrajën time, se dhe mua më kanë pëlqyer shumë. Dhe tani çuditërisht në Shqipëri ka ndryshuar ky trendi shumë, emrat i vendosin Shqip. Tash. Okay. Unë i kam për shembull djemtë e motrës, ata janë të rritur dhe po bëjnë fëmijë, edhe kanë vendosur emra të Kosovës, Dreni, Glauk, edhe unë kënaqem, domethënë që ka filluar dhe atje të ndryshoj dhe e kanë një lloj simpatie për shqiptarët e Kosovës për emrat që vendosin. Domethënë ju keni ndikuar pozitivisht në këtë drejtim në Shqipëri. Mendoj që këtu kombinimet kanë qenë gjithmonë të nevojshme dhe të mira për shkak se po na bëjnë me ndjejat bashkimin edhe atë faktin që jemi të njëjtë pavarësisht që e kemi një kufi, i kemi 2 flamuj, po prapë se prapë ne jemi një. Absolutisht. Edhe po mësojmë nga të mirat e njëri tjetrit, po ka dhe disa anë negative, po këto janë pjesë e politikës që kanë ndikuar pak, se në jetën e përditshme shumë anë pozitive janë futur tek njëri tjetri. Ndërsa fëmijët kur ishin të vegjël shkonin në shkollë. Unë i vogli ka qenë 3 muaj kur kemi ardhur. I madhi pa i bërë 3 vjetë, do me thënë kanë qenë shumë të vegjël. Kemi pas sfida, po sot flasim për gjëra të bukura, hiç mos flasim për sfida. Edhe ata flisnin si unë. Se rini me nënën e vetë, kur thonë gjuha e nënës, edhe më vjen për qesh kur e kujtoj ai i vogli për shembull, ka qenë shumë i përshtatshëm. Për shembull ta zëm thoshte e kanë vrarë kokën, thoshte mua. Sa e kthente kokën te anën nga babi vet, thoshte po më dhëm kryt për shembull. Direkt e thoshte si baba vet instinktivisht. Kur u ritën, ranë edhe ata pak si të them, s'mund të them pre, po si shoqëria e vet, bile djali i madh thoshte që jo ma se po më bëj shaka dhe po tallen me mua dhe po thonë, ja, ky po na flet me gramatik. Edhe sot ti shikosh fëmijët e mi nuk i dallon në gjuhë absolutisht, si gjithë të rinjt e Kosovës flasin, mundohen nga pak po stonojnë. Çfarë ndjesie është për ju si non kur i dëgjoni përderisa ju e keni rrujt gjuhën tosk? Do thotë, a është në rregull është, po prapë se prapë ndjesia ju i përbrenda, do të kishit dëshirë që ata të flisnin toskërishten? Të them të drejtën, mua më pëlqen shumë gegnishtja. Gegnishtja e ka një muzikalitet të paparë që nuk krahasohet me toskërishten. Toskërishtja e ka të rrjedhshmërinë të folur, e ka pak më të shpejt, është nga latinishtja pak, ndërsa gegnishtja e ka muzikalitetin shumë të bukur, dhe kështu që nuk më vjen keq absolutisht, plus që ata po jetojnë në Kosovë. Unë jam e lumtur që ata e flasin gjuhën shqipe shumë mirë, por që flasin edhe gjuhë tjera të huaja, kjo për mua ka rëndësi. Po gegnishtja, unë kam edhe vet pak qef ta përdor, po nuk mundem, është e pamundur që ta përdor gegnishten, kështu që po e lë ta dëgjoj nga ata që e flasin gegnishte. Është e pamundur, po mendoni që është? E pamundur, nuk më shkon, nuk më ka lezet, për shembull thosha nuk kam pas qef në fillim të ndallonin që ishin nga Shqipëria dhe mundohesha pak të përshtatesha, për shembull, a keni nuk thosha për shembull gjinse që themi ne, farmerka, po e thosha keq. Edhe kunata ime, mos e thuaj Melika, vazhdo me atë gjuhën e vet, se kam qef, gegnishtja më pëlqen, kam respekt për gjuhën gegnishte, plus është gjuha e të madhit Gjergj Fishta.